Mirë se erdhët në Style, ku do flasim për pjesën e modës, make-upin dhe jo vetëm. Sot, më konkretisht, jemi në studio Bukurie e Artur Muca, ku do flasim për trendet më të reja e make-upit. Përshëndetje. Përshëndetje, Sara. Si i ke kaluar? Mirë, me punë, po mirë. Si shkon puna? Shumë mirë. Puna është për mua kënaqësi, unë e dashuroj këtë punë. Si nisi? Nisi prej natë mamas time. Mami më priste flokët, më mbriste në mënyrë shumë skandaloze me ta. Edhe i thash që okej, tash më le mua t'i pres unë dhe t'i pasaj një prit mua. Edhe kështu i preva flokët mami i ku më punë, i tha, e pyesim kush t'i ka prej, ka preturi, okej, pastaj fillova. Kaq ishte, mjafton. Kaq ishte fillimi, pastaj hapa një sallon, hapa një tjetër, pastaj kryova sallonin tim, e kështu do më filloj. Por ishte gjë më e çuditshme ime që nga që prindërit e mi nuk e donin kisha artezanat. Por ja që u bë. Je i lindur për këtë, me pak fjalë, sepse realisht shkon shumë mirë. E kam dhënë nga Zoti kjo, unë e dashuroj të bëj me pasion. Më flesh nga mëngjesi deri në darkë, 24 orë, nuk do të mërzitem asnjëherë. Jo, shumë bukur, për shembull të kemi parë që punon edhe me ca personazhe për pjesën e klipeve. Punoj me shumë personazhe, ndaç nga fusha e artit, ndaç nga fusha e politikës. Punoj me shumë reklama të ndryshme, sidomos kohët e funit jam menjanuar pak pjesës videoklipeve, vetëm disa miqve të mi, domethënë që unë i kam shumë gjanë dhe shumë për zemër, por më shumë jam të marrë me shumë reklama, plus që disa projektet e mia që unë jam duke bërë, domethënë, nuk do jenë në Shqipëri, do jenë pak jashtë Shqipërisë, por them që bëja dalë me sukses. Kam punuar shumë vite me artistët, ndaç këngë magjike, ndaç festivale, ndaç çdo lloj gjëje që mund të, domethënë i kam prekur të gjitha, nga pak i kam prekur. E kuptoj. E ke patur kështu kollaj të punosh me ato personazhe? Kam pasur kështu teka që ta kanë vështirësuar jetën? Ka pasur edhe nga ta normale, se është kot me thonë që unë nuk kam pasur të bëj atë rolin e të mirit. Po ka pasur, por në fund fare, domethënë unë kam një diçka që i them po, si e do ti, do bëjmë. Por gjithmonë bëja atë që doja vetë, dhe kur unë e mbaroja, thonë okej, është shumë bukur. Domethënë dhe ashtu do të krijova edhe besimin tek personazhe ose tek këngëtari ose tek një aktor ose çfarë thënë. Atëherë tani preferon të punosh ti ikish pak nga pjesa e klipeve, të punosh në diçka ndryshe. Të kanë lodhur? Më kanë lodhur pak, plus janë orë shumë të gjata, të zgjatura domethënë, edhe janë ftohtë, ngrohtë, diell, shi, domethënë them që janë pak të vështira, janë pak të nuk është të zgjasin vetëm një ditë, të zgjasin mbi 3-4 ditë, domethënë edhe plus që unë kam shumë klientelë dhe do të angazhohesha vetëm me klipet ose do të mbyllja sallonin. Do të zgjedhësh një nga dy. Kurse për pjesën e reklamave them që është e bukur, se është gjysmë dita ose një ditë, po të paktën është një gjë e mirë, merr atë që duhet dhe tak, mbaron shumë pastër, plus që ka më shumë rregull. Kur ta që është një flet këtej, një flet andej, nuk është më shumë lëmsh. Është shumë lëmsh. Po, ekzakt. Se një jetë një opinion, derisa dali kjo, sa të bëhet ajo, është një rrëmuj e vogël. Kurse me reklamat janë të ndara dhe të specifikuara dhe gjitha gjërat janë në fillon dhe mbaron çfarë ka programi për bërë, domethënë. E ke parasysh që femrat të pjesa e make-upit kanë disa fiksime. Nuk kanë kërkesa të interesojnë çfarë shkon, po fiksohen me pjesën e make-upit. Çfarë mendon ti? Unë gjithmonë sugjeroj çfarë është në trend. Unë sa kam ardhur nga Milano, domethënë isha për një trajnim një javor atje për punën e make-upit dhe të flokëve. Dhe trendi i fundit që ishte atje janë ngjyrat e tokës, ngjyrat e ngrohta, që janë, domethënë, grimi arab. Grimi i arab, domethënë, është pjesa e lyrë e shumë me syll, janë futur shumë xixat këtë vit, domethënë, si trend, plus që pjesa e ngjyrave të flokëve është shumë llojshmëria
e ngjyrave që të kesh, mos kesh vetëm një ngjyrë, të kesh shumë ngjyra në kokë, plus që ne kemi parë që janë ngjyrat e theksuara, jo pink, jo jeshile, jo buqell, domethënë janë ngjyrat e trendit që ti mundesh të zgjedhësh këtë kohë. Që është një trend akoma vazhdon, që kemi parë kaq kohë, është diçka që vazhdon janë akoma. edhe prerjet e shkurtra shumë. Prerjet e shkurtra janë me modele shumë ekstravagante, modele pink, gjëra shumë të lezetshme, domethënë për disa njerëz që duan të ndryshojnë, domethënë, kur je gjithkohën me një flok të gjallë, domethënë diçka që të bëhet monotone, çdo gjë e shef një imazh tëndin pa lëvizur për shumë vite, duhet të bësh një spuntë, duhet të japësh një diçka. E kuptoj. Ti të ndryshosh. Për shembull, trendi i ri thësh janë ngjyrat e tokës. Teknikët kanë ndryshuar? Se kemi parë konturimin, highlightin, që është diçka që vazhdon akoma. Nuk e di, domethënë se sa grimjerë që kanë filluar tani këto i kanë nxjerrë, domethënë që konturimi është tani, po konturimi ka qenë edhe kur unë kam filluar pjesën time, domethënë një make-up artist fillon të njohë fytyrën me konturime, domethënë duke e filluar duke bërë konturime të fytyrës. Nëse ti bën një make-up, nuk mund ta bësh pa konturime. Po. Por tani janë gjëra që mund t'i theksosh më shumë, mund t'i theksosh më pak, po gjithmonë ajo varet nga pjesa që çfarë kërkon. Kupton? Domethënë do një grim që unë ta dua të ngjes, ti nuk mund të bësh konturime të dukshme, siç bëhen konturimet për darkët. Por në përgjithësi grimi ka qenë i konturuar. Dhe kjo më çudit fakti që kanë dalë konturime. Po, fix që tani u bë famshme, tani u bë famshme. Ajo është konturimi është, por theksohen, plus që tani konturimet i japin edhe në Photoshop, në fotografi Po. Gjitha gjërat domethënë janë kështu falso, mua më pëlqejnë gjërat shumë natyrale. Mbahem, domethënë unë nihem për gjërat shumë natyrale, për gjërat freskëta. Ndaç nga ana flokëve, ndaç nga ana e make-upit. Por them që kjo gjë nuk karakterizon, domethënë që kem këto gjëra, nihem për këtë pjesë dhe këtë pjesë do të mbaj. Ndofta më kanë ndikuar shumë pjesët e reklamave, që reklamat duhen të jenë shumë pastër. Po, janë në një linje fikse kundërta e klipeve. Komplet ku klipin ti e llakos, e çdon atë person që ti nuk e njeh dot se kush është. Po. Domethënë, ta shohësh në rrugë thua, nuk ka mundësi tjetër kjo. Kurse reklama është gjë shumë, domethënë një gjë shumë soft, një gjë shumë e lehtë. E kuptoj. Tani më që folëm për trendet e reja, çfarë do bëjmë? Është që unë do heq make-upin, edhe do bëjmë diçka, një rekomandim me trendeve të reja, tregojmë edhe disa teknikë, të nisim, shohim çfarë do bëjmë. Po. Okej. Okej, do fillojmë një herë direkte me aplikatorët që bëhen për make-upin, mund të kemi një krem hidratues, mbas kremit hidratues mund të bëjmë primer që vendoset përpara make-upit. Është e rëndësishme, Shumë e rëndësishme, shpesh. paka shumë njerëzit nuk e vendosin direkt e make-upin, po ajo nuk qëndron. Nëse duam një make-up të qëndrueshëm, bëhen gjitha, dhe pastaj delet që make-upi është, domethënë është i fundit për mua. Fillojmë pa humbur kohë. Kjo është shumë soft, po ta shohësh është shumë e dëmuar. Është si kashmir. Arsye që përdorim primer është që të mbyllim poret zakonisht. Po. Po primer është edhe për të mbajtur akoma më shumë make-upin edhe më matë. Domethënë ka dy role. Ne do gjejmë një make-up të hapur për ty se ti je bare dhe borë, si bora. Realisht është shumë e vështirë të gjesh make-upin e përshtatur për ngjyrën e lëkurës. Si i gjen, për shembull, si rekomandon të gocat të gjejnë? Make-upi nuk është një lloj, nëse ti je bardh fare dhe ta vendosësh në tonalitetin e të bardhës, por make-upi është domethënë një ton më të errët se lëkurën që ke. Domethënë për arsye se make-upi gjatë gjithë punimit që bëhet, ajo fillon të hapet dhe bëhet njëshme lëkura. Domethënë po ta shohim pjesën më të bardhë që ne kemi këtu dhe mund ta vendosim, kjo duket pak më errët, por kur punohet, domethënë ai fillon me një trajt shkrihet dhe bëhet më kompakt me lëkurën. Mbasi kemi aplikuar komplet fondatinën në make-upin, mund t'i bëjmë edhe një masazh të lehtë, që edhe ti vetë ta ndjesh që
po relaksohet. Unë zakonisht punoj me duar, nuk është se janë pro këtyre gjërave, ta them unë jo penedave, jo. Po sepse kem parë plot ka dalë, po. Edhe mua më pëlqen shumë se nga që dua ta ndjej make-upin edhe kur ti e ndjen edhe shef që jep edhe më shumë rezultat. Basi kemi bërë këtë aplikim, edhe fillojmë me pjesë të syve. Tendencat e reja në ngjyrat e errta, ngjyrat e tokës, ngjyrat e ngrohta. Si fillim neve pjesën e syut komplet, pjesën e syut e bëjmë me tonalitetet të hapura, me tonalitetet që duhet t'i japim një bazë. Zakonisht kur vinë këtu klientet, din çfarë duan? Zakonisht domethënë kam klientë për shumë kohësh dhe nuk më thonë çfarë dua, domethënë më thonë vetëm pjesën, kam këtë veshje dhe unë komplet e kombinoj me pjesën e veshjeve dhe me stilin e veshjes që ka ndaç nga ana flokëve, ndaç nga ana e make-upit. Unë kam diçka që kur janë klientët e ri, unë rrie flas pak më shumë se sa me klientët e kam, pra se duhet të arrit të kuptoj një karakter të atij klienti. Për shembull, tendencat e reja vijnë shumë me ngjyra të theksuara dhe të zeza. Ti beson që duhet të ndiqen nga çdo moshë apo duhet të përshtatet pak të pjesë e moshës? Ja, ajo duhet të ndiqet sipas eventi që ti ke, varet edhe çfarë ti ke dhe varet edhe nga karakteri i personit. Ka njerëz që nuk mund të shkojnë, ka njerëz që i pëlqen shumë dhe nuk mundesh ti barazosh gjithë. Kur nuk të shkon diçka nuk e pse se sugjeron, do sugjerosh domethënë mund të jetë një trend, mund të jetë në mod tani, po ti nuk mundesh. Është shumë të rëndësishme luan karakterit tek një make-up. Për pjesën e trajtimit të lëkurës, çfarë rekomandon te gocat? Tek vajzat, për pjesën e trajtimit të lëkurës është shumë e rëndësishme të di dhe të dalloj çfarë lëkure ka, sepse ajo nuk përcakton dot lëkurën, do ketë më shumë shkatrim se sa do ketë përmirësim të asaj gjë. Them që është shumë shpejt të përdorin këto gjërat antirrugëve, them për pjesën e vajzave që janë nga 25 e poshtë, nuk është e nevojshme, thjesht vetëm që duhet gjej një krem natë ditë, që të mirëmbaj dhe të mbaj edhe qelizat në aktivizim. Jam me atë pjesën që sa më pak gjëra, aq më mirë do jetë, dhe sa më shumë dhe asnjë gjë. Po ta shohim, ti ke syun e vogël, dhe për të bërë pak gëzmadhimin e syut, gjithmonë përdoret lapsi bar në brendësi të syut. Kjo pjesa e bar jep dritë komplet syut dhe të duket akoma më e madhe. Edhe më i freskët. Dhe pjesa e konturit pak më hije është pjesa e poshtë syut. Për arsye që doj edhe diferencën e qepikëve që janë më poshtë. Kur ne fillojmë lyen qepikët, ajo fillon hapet. Rol të rëndësishëm në gjithë make-up është edhe qepikët edhe vetrat. Vetrat janë super të rëndësishme që aty e fillon karakterin. Domethënë çfarë karakteri ke, domethënë tregon ka një domethënë shumë të madhe vetë. Po. Do shohim si korrigjohet vetulla dhe si është një vetull e pa korrigjuar. Kjo është e plotësuar, thjesht e plotësuar me një shumë të lehtë që ti as nuk dallohet, por kur e sheh të plotësuar duket sikur ti e ke plotësuar shumë ose e ke dyer shumë. Për pjesën e vetullave janë lacat që janë autokafat për vetulla, për të janë shumë profesional që mos lëvizin. Neve nuk kuptojmë diçka. Ka dalë moda me vetulla të tekstuara, jo të tekstuara me tatuazh, të tekstuara të trashë. Vetulla sa më e trashë është akoma më e bukur. Vendosëm edhe qepikët edhe mundi kaloj vetëm një element të lehtë. Tani, mbasi kemi mbaruar pjesën e syve, do fillojmë me konturet. Pjesa e konturit dohet me një ton pak më të errët se sa pjesa e lëkurës. Dhe ose make-upit që ne kemi vendosur, ose 2 tonë, ose 3 tonë. Domethënë, atë e kemi vetë në dorë. Nëse ne do vendosim një ton super të errët, që po ta shohësh diferenca e kësaj është theksuar. Shumë e theksuar. Ne do të kemi më shumë prerje. Nëse do vendosim më të lehtë, do kemi pak prerje, do janë më të lehta. Edhe fillojmë edhe pjesën e shkrirjes. Dhe nëse ne duam ti
të tregojmë akoma më shumë pjesën e prerjes, bëhet edhe siç bëm me pjesën e errët, bëjmë prerje edhe me pjesën e bardhë. Duke dhënë pak më shumë dritë, konturi i fytyrës, domethënë merret nga pjesa e ballit, mundet të korrigjohet komplet pjesa që ne i japim formën fytyrës dhe duke bërë pjesën sa më ovale. Pjesa e konturimit, nëse shikoj, e kombinon të gjithë, nuk është që janë thjesht prerje të veç, është që bashkon. Po, shkrihen shkrihen gjitha. Duke, siç e bëmë atë, mund ta bëjmë edhe me pjesën, kjo është pjesë tjetër. Kjo është e hapur kontur, domethënë që vendoset në pjesë që ne nuk kemi vendosur, domethënë që fillojmë i japim pak më dritë. Domethënë kur kemi një hund të pak të deformuar, domethënë ne i japim konturin duke i dhënë një dritë fare lart. E bëjmë duke drejt. Duam ta zvogëlojmë, dhe zvogëlimi edhe jepet pjesë e errët dhe jepet konturi pjesës së bardhë që t'jepet sa më drejt. Mbasi kemi mbaruar gjitha këto, kemi vetëm pjesën e buzëve, do punojmë prapë tek ngjyrat natyrale. Siç thash, domethënë, siç ka edhe vetulla, kanë defektet nga mjeka, syri, gjitha, edhe buzët kanë ato defektet e veta që ne mundsojmë që t'i bëjmë në proporcion, që duken sa më të pak më të mëdha, nëse i ka të vogla, dhe pak më të vogla nëse i ka të mëdha. Siç e kemi buzën, mund t'i japim edhe një ngjyrë shumë trend, një ngjyrë pak shumë, domethënë fashion, mund ta zbejmë, mund ta bëjmë. Domethënë është gjithmonë duhet punoj edhe pak fantazi. Dhe tani përfunduar. Është realisht shumë e bukur sepse ka ngjyra të theksuara, por nuk duket e ngarkuar. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit juve dhe them që nga këto gjëra natyrale kanë mësuar edhe pak a shumë edhe disa vajza të tjera. Jam e bindur për këtë. Jam tipi që nuk më pëlqen shumë make-up i byer, i kalangjosur si themi ne. Gjërat sa më të thjeshta aq më të bukura janë. Domethënë po duhet gjesh edhe momentin në rendin e duhur për këtë gjë. Duhet gjithmonë të përshtatemi. Juve sukses në emision dhe ju hes mbar. Faleminderit gjithashtu. Ne do shihemi sërish. Ciao.